Bashkia e Tiranës ka vendosur të detyrojë qytetarët të paguajnë parkimin në çdo lagje. Projekti për t'ia dhënë gjithë kryeqytetin me koncesion një firme private do të paraqitet sot në Këshillin Bashkiak. 35 vjet me koncesion për rreth 24.000 vend parkime publike dhe banorët e Tiranës duhet të paguajnë kudo tarif parkimi. Ndërsa nga njëra anë solidarizohet me qytetarët për çmimet dhe taksat, nga ana tjetër kryetari i bashkisë rrit barrën e pagesave. Projekt vendimi i dorëzuar këshilltarëve të Këshillit Bashkiak propozon vlerësimin e formës dhe kritereve për këtë koncesion. Sipas këtij projekt vendimi, koncesionari që do të marrë këtë shërbim do t'i paguajë bashkisë vetëm 10% të xhiros vjetore, dhe ky është kriteri financiar. Por bashkëngjitur në projekt vendim, caktohet edhe pagesa për orët që qytetarët duhet të paguajnë, duke variuar sipas zonave të parkimit. Për zonat të cilësuar prioritare, që ndodhen në qendër, qytetarët duhet të paguajnë 150 lekë për 2 orë parkimi, ndërsa për zonat që janë më larg qendrës, duke parashikuar edhe parkime në lagje, pagesa shkon deri në 20 lekë. Referuar analizës së bërë, në Tiranë ekziston 23.456 vend parkime në rrugë, 13.936 vend parkime në sheshe dhe 4.497 vend parkime në garazhe private. Këtë koncesion e kundërshtojnë edhe qytetarët e Tiranës. Mendoj se nuk është një gjë e mirë, sepse domethënë edhe qytetarët që nuk kanë mundësi të paguajnë parkingjet private do jenë kundër këtij faktit. Prandaj domethënë nuk është një gjë e mirë, plus që domethënë në një farë mënyrë politizon edhe këtë punën e parkingjeve pastaj më tepër. Kështu që mendoj jam kundër kësaj gjëje. Nuk është mirë, të ketë edhe vende publike. Njerëzit e thjeshtë kanë nalda, pastaj për ato do të ketë edhe publike, jo private. Parking jo, a ke mundësi me hek popullit para të ketë vullnetar, vetëm falas, këtë. Problemi që është kasa do të jetë sa më lirë, se ti ve kasat lartë, ti edhe ta lej prapë rrugët makina. Çdo gjë ndodh. Nuk është ne e papritur kjo. Sot e ke kështu, pas nesër. Këshilli Bashkiak me votën e tij do të vendosë sot për hapjen e procedurave për këtë koncesion.